Mirënjohje dhe falënderime pa fund të madhërismit Allah Gjelle Gjelalu, i cili na mundsoi, na e lehtësoi që të kalojmë muajin më të begat dhe më madhështor që zbret një herë në vit, që është muaji Ramazan. E me këtë rast, përgëzoj veten time dhe ju dhe mbar muslimanët, kudo që jetojnë dhe punojnë ku lind dhe perëndon dielli, mysht dhe sihariq, për cilin ndoshta që agjeroj këtë muaj të bekum, me besim dhe shpresë tek i modhi Allah Gjelle Gjelaluhu se do ta falë dhe mëshiroj dhe pa dyshim se prej atyre është. Gjithashtu mysht dhe sihariq për gjithë ato vëllezër dhe motra, të cilët dhe të cilat u dergjën në përshpijat Allahu Gjelle Gjelaluhu gjatë gjithë këtij muaji, me lutje dhe falje dhe përgjërime e karshi madhnisë Allahu Gjelle Gjelaluhu, me bindje dhe me shpresë dhe besim tek i modhi Zot Gjelle Gjelaluhu se nuk kërkojnë asgjë tjetër vetëm se faljen, mëshirën, rizan Allahu Gjelle Gjelaluhu. E pa dyshim dhe shpresojmë se prej të falurve dhe prej të mëshirumëve dhe prej të fitumëve tek i modhi Zot Gjelle Gjelaluhu do të jemi të gjithë. Gjithë secili prej nesh, nëse don të tregoj vërtet shenjat bindëse që i modhi Zot Gjelle Gjelaluhu e ka pranuar në mëshirën e tij të pafundme, ja ka falë gjinohet e më pashme, e ka bon prej atyre fatlumve që e ka amnistu jere për gjithmonë prej prangave dhe hallkave të xhehenemit. Ja ka shkruar emrin prej përjetshmëve në xhennetet e anëshumet Allahu Gjelle Gjelalu. Fill mas Ramazanit fillon duke pa veten e vet. A është i njëjti sikur që në Ramazan apo jo? A do të vazhdoj t'i mbaj lidhjet dhe kontaktet me krijuesin e gjithësisë, sikur u mundu në Ramazan apo jo?